Mungesa e kontratës kolektive të punës ka bërë që edhe sindikatat e pavarura të arsimit në rrethin e Pukës të reagojnë në lidhje me këtë shqetësim të armatës së arsimtarëve. Kreu i sindikatës së arsimit në rrethin e Pukës, Pjetër Gjoni, në një prononcim mediatik, bëri të ditur se tashmë në të gjithë shkollat e rrethit është shpërndar peticioni që të nënshkruajnë mësuesit, duke lënë të kuptohet se po shkohet drejt një proteste. Me datat 3 dhe 4 prill 2015, të dy sindikatët e përfaqësuese të arsimit shqiptar, pra SPA-shi, pra Sindikata e Pavarur Arsimit të Shqipërisë, si dhe Federata Sindikale e Arsimit të Shqipërisë, zhvilluan këshillat kombëtare të tyre, pra mbledhjen këshillave kombëtare në qendrën e Tiranë, ku analizohet puna e drejtanishme dhe rezultatet konkrete që kanë dalë nga takimet dhe negociatat me Ministrin e Arsimit. Si rezultat i tyre negociatave, të cilat deri në këtë moment nuk kanë dhënë asnjë rezultat konkret, të dy sindikatat ranë dakord që për mësuesit shqiptar të shpërndajnë një formular tip i cili në të cilin të gjithë mësuesit nënshkruajnë me firmën e tyre se janë dakord, qoftë edhe e mbështesin në mënyrë ligjore, duke filluar që nga protesta dhe deri te greva për realizimin e pikave të mëposhme, të cilat janë e para është nënshkrimi i kontratës kolektive të punës, e cila ka marrë fatin me 31 dhjetor 2014, e dyta kundërshtimi i testimit të mësuesve, e treta është kundërshtimi i ndryshimit të nënit 60 të ligjit 69/2012 për arsimin parauniversitar, si dhe kthimin e shpërblimeve të padhëna bashkë me kamatdhënesat, të cilat deri tani nuk janë realizuar. Sindikata e Pavarur e Arsimit dhe Federata e Sindikatave të Arsimit kanë paralajmëruar protestë njëorëshe me 20 prill, e cila do të përshkallëzohet në rast të mungesës së një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.